Vdekje dhe alarm shëndetësor në anijën turistike. Virusi i rrallë, hantavirus, shkakton panik botror. 3 persona humbën jetën dhe disa të tjerë janë infektuar nga një formë e rrallë e hantavirusit në bortin e anijës turistike holandeze MV Hondius, duke ngritur alarmin ndërkombëtar shëndetësor. Anija me rreth 150 pasagjerë dhe antar të ekipazhit në bord po lundron drejt ishujve Kanarie në Spanjë, ndërsa autoritetet shëndetësore po monitorojnë nga afër situatën. Sipas Organizatës Botore të Shëndetësisë, 2 pacientë infektuar dhe një tjetër i dyshuar janë evakuar nga anija për trajtim në Evropë. Autoritetet në Afrikën e Jugut kanë identifikuar Andes stray, një variant i rrezikshëm i hantavirusit, tek 2 pasagjerë të anijës. Ekspertët theksojnë se rreziku për popullatën globale mbetet i ulët, por sëmundja konsiderohet serioze dhe potencialisht vdekjepruese. Hantavirusi transmetohet zakonisht nga mijët përmes thithjes së grimcave të ndotura nga shitjet e tyre apo në ajri. Dyshohet se çifti holandez që humbi jetën ishte infektuar gjatë një ekskursioni për vëzhgim të shpendëve pranë një zone mbeturinash në Argjentinë para se të hipnin në anije. Autoritetet argjentinase kanë nisur hetimin në rajonin e Usharias dhe provincën Tierra del Fuego për të zbuluar burimin e virusit. 23 persona zbarkuan në San Helena, janë 23 persona që lëvizën lirisht dhe deri 3 ditë më parë askush nuk i kishte kontaktuar, i tha një pasagjer spanjoll që është ende në anije, i cili kërkuat të mbetej anonim.